Shpërndaje, kush do ketë vetë do ta dëgjojë. Ka shumë prej tyre që nuk i shikojnë, bëjnë ato like-et në për platforma, nuk ka rëndësi. Dihet ai që i shikon, unë i njoh ata që shikojnë. Sepse ata që shikojnë gjithashtu bëjnë dhe komente. Lavdjatit për zemrën tënde motë. Dhe për ju që e keni parë. Apo ju që keni bërë në këtë rast dhe e keni shikuar. Se kam parë që keni shpërndarë dhe sepse Shqipëria ka nevojë për Mesian e vërtetë, të Krishtin e vërtetë, të vëlla motër. Nuk është vetëm i letrës, unë besoj dhe ja e pas në Bibël. Duhet të shikojmë urdhrimet e Atit që Mesia praktikoi, ai është i vërteti. Nuk është të vështata, apo dali me fete paqes, apo me çdo lloj strukture sot që janë katolike ortodokse, kisha në Shqipëri, që nuk është kishë. Kisha e vërtetë e apostujve nuk praktikovi gjëra të tilla, nuk e bëri hindut, katolik, ortodoks, të tëra denominacionet dhe i futi bëri një. O tani ne jemi feja paqes.